Më 10 nëntor 2025, banorët e fshatit Qërraf të Pogradecit protestuan brenda mbledhjes së Këshillit Bashkiak kundër pazarit që ka bërë kryebashkiaku Ilir Xhakolli për të dhuruar miqve e klientëve të tij 30.3 hektar tokë, të cilat banorët i përdorin për burime jetese, siç thuhet në kërkesën e datës 21 gusht 2025, drejtuar Këshillit Bashkiak, këtë sipërfaqe toke të fshatit Qërraf, kryebashkiaku Ilir Xhakolli ja ka premtuar një subjekti privat për ndërtimin e një parku prodhimi energjie fotovoltaike, por ankesa e drejtë e banorëve është përballur me dhunën fizike të këshilltarëve të PS-s dhe cubave të zonës brenda sallës së mbledhjes, të vërsulur nga kryebashkiaku i Pogradecit Ilir Xhakolli, i cili ishte prezent për të miratuar pazarin e grabitjes së tokave të banorëve. Në vend që kryebashkiaku Xhakolli të tërhiqej nga pazari i tij korruptiv, u bë palë me këshilltarët dhe cubat dhunues. Madje, urdhëroi policinë e Pogradecit të arrestonte përfaqësuesin e protestës së banorëve të fshatit Qërraf, i cili u dhunua fizikisht dhe kërcënoi të tjerë të mos protestojnë kundër grabitjes së tokave. Pra, pazaret për të grabitur tokat dhe për të marrë milionat i bën kryebashkiaku Ilir Xhakolli, ndërsa Dajakun dhe Burgun e han banorët që dalin në mbrojtje të tokave të fshatit të tyre. Në rastin konkret, dhe në shumë raste të tjera tenderësh, personi që duhet arrestuar është kryebashkiaku Ilir Xhakolli, i cili pa djenin dhe pa miratimin e banorëve të Qërravës u grabiti tokat për t'u dhënë miqve e klientëve të tij për biznese energjie. Madje në relacionin e datës 21 gusht 2025 që kryebashkiaku Xhakolli i ka drejtuar Këshillit Bashkiak, ai ka mashtruar sikur tokat e Qërravës janë djerë dhe sikur më 18 gusht ka bërë konsultim me banorët dhe ka marrë pëlqimin e tyre. Të njëjtin pazar e mashtrim, Ilir Xhakolli e bëri për 88.000 m2 tokë komunitare, të dhëna kompanive Rej ShPK, Green Energy ShPK dhe Renks Albania ShPK për ndërtim parqesh fotovoltaik, ndërsa banorët kanë mbetur pa toka dhe pa pyetje kolektive. Banorët protestuan kundër dhurimit të tokave komunitare për parqe fotovoltaike, por u përballën me dhunën e këshilltarëve të PS-s, cubave të thirrur nga kryebashkiaku dhe arrestime të urdhëruara nga policia, ndërsa Xhakolli mashtron për konsultime fiktive 10 hektar tokë u jepen klientëve të tij, duke lënë banorët pa tokë dhe pa të drejta.